Është përkujtuar në qytetin e Vlorës 28 vjetori i tragjedisë së Otrantos, ku humbën jetën 83 persona. Në këtë 28 mars, familjarët të viktimave vendosën kurora e buqeta me lule në varrezat që përkujtojnë këtë ngjarje të rëndë. Ata thanë se megjithëse ka kaluar një kohë gjatë, ende nuk është bërë drejtësi për tragjedinë. Në kanalin e Otrantos, motra me gjithë nipin. I kujtoj me mall, sa të jemi dhe të ashu, ata do mbeten të paruar në zemrat tona. Kryesoria është që ne nuk njemi as i prindër që na kanë mbyllur një derë, sepse hapë një shtëpi të re. Donin të jetonin sa më mirë. Ndodhi si ndodhi, po ne nuk na një njëri as i prindër që jemi. Jo, si kemi jetu as gjënde se drejta. Nuk e di, s'na mbështet, si mbështeti shteti. Eksodi i madh i emigrantëve shqiptar drejt Italisë kishte kohë që kishte nisur. Në vitet e të rrazuara të 1997-s, largimet me anije ishin të shpeshta drejt vendit fshinj. Për të shmangur hyrjen ilegale të emigrantëve, forcat detare italiane proceduan në mënyrë të menjëhershme për të bllokuar anijen, por gjatë ndërhyrjes, anija italiane Sibilla u përplas me katerin e radhës, duke mbytur atë.